Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këtë edicion po e fillojmë me lajmin për vdekjen e ish drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizionit të Kosovës, Sulejman Shaqiri. Shaqiri, rrugtimin e tij profesional në gazetari e filloi në vitet e 80-ta, duke lënë gjurmë në secilin institucion ku punoi. Karrierën e nisi në Radio Ferizaj, ku për 2 dekada u dallua si gazetar, kryeredaktor dhe më pas si drejtor. Në vitin 2000 u bë pjesë e Radio Televizionit të Kosovës, fillimisht si autor dhe redaktori emisioneve informative dhe debatuese, më pas si drejtori Radio Kosovës dhe Radios Blue Sky, kryeredaktor në RTK dhe producent ekzekutiv për programet e komuniteteve dhe transmitimet ndërkombëtare të RTK-s. Në vitin 2010 arriti në kulmin e karrierës së tij, duke u emëruar drejtor i përgjithshëm i RTK-s. Me rastin e vdekjes së tij, familja e të ndjerit në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe klubin e gazetarëve Haki Braha në Ferizaj, në orën 14 në Teatrin Adriana organizojnë mbledhje komemorative në kujtim të jetës dhe veprës së tij. Sërish sot do të mblidhen deputetet e Kuvendit të Kosovës në përpjekjen e tretë të konstituimit të legislaturës së 9. Ndërkohë, RTK merr vesh se kryesuesi Avni Dehari ka ftuar për konsultim partit në orën 11:30. Ndërkohë, opozita vazhdon t'ja kërkojë Albin Kurtit dhe kabinetit të tij aktin e dorëheqjes para se të marrin mandatin e deputetit, ndërkaq partia që ka marrë numrin më të madh të votave po e konsideron dorëheqjen të pakuptimt. Radio Televizioni i Kosovës do të fillojë nga ora 11:30 me speciale për të transmetuar të gjitha zhvillimet në këtë seancë. Vazhdojmë me lajmet. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptare-Amerikane dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre për vonesat e vazhdueshme në konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Në një deklaratë të tyre thuhet se në një kohë kur Kosova përballet me sfida dhe mundësi kritike, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, një stagnim i tillë institucional minon stabilitetin demokratik, zhvillimin ekonomik dhe besueshmërinë e vendit në skenën globale. Theksohet se Kosova nuk mund t'ja lejojë vetës luksin e blokadave të brendshme politike dhe asnjë kalkulim politik nuk e arsyeton ngërshin e vazhdueshëm. E në kohën kur pritet të mblidhen deputetët në përpjekje të konstituimit të Kuvendit, grupi Asnjë Cent Më Shumë do të mbajë protestë për ta kundërshtuar ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Organizatorët e protestave kanë paralajmëruar se në rast se ky vendim i zërrejës nuk pezullohet, atëherë protestat e ardhshme do të përshkallëzohen. Protesta e sotme e grupit Asnjë Cent Më Shumë është e treta me radhë që mbahet kundër shtrenjtimit të tarifave të energjisë nga ZRE. Kanë filluar punimet në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku edhe është mbyllur njëra korsi e rrugës për qarkullim. Punimet do të zgjasin nga sot deri më 27 prill. Në njoftimin e komunës thuhet se nga rrethit e komuna deri pas teatrit kombëtar do të bëhen punime rehabilituese që janë të domosdoshme pas dëmtimeve të shkaktuara nga automjetet me peshë të rëndë. Megjithatë, ditëve të javës, qarkullimi do të jetë i mbyllur vetëm gjatë natës nga ora 19 deri në orën 7. E në fundjavë punime do të jenë gjatë gjithë ditës. Në njoftim thuhet se gjatë kohës së punimeve pritën vështirësi në qarkullim në këtë segment rrugor, andaj rekomandojnë përdorimin e rrugëve alternative. Linja hekurudhore Durrës-Prishtinë po shihet si një mundësi e mirë, pasi nuk do të shërbejë vetëm për transport mallrash e udhëtarësh, por edhe për qëllime ushtarake.
Hekuru dhe Durrës Prishtinë konsiderohet si një ndër veprat infrastrukturore më të rëndësishme për kombin dhe ekonominë e rajonit në tërësi. Kjo linjë parashikohet të kalojë nga Durrësi në Shkodër për të vijuar në Gjakove më pas në Prishtinë. Do të ketë një rëndësi të veçantë jo vetëm për transportin komercial, pasi lidh portin e Durrësit me portin e thatë të Prishtinës, por edhe për transportin alternativ, pasi krijon më tepër mundësi udhtimi mes dy vendeve. Me përfundimin e studimit të fizibilitetit do të hapet edhe gara ndërkombëtare e kombinuar mes dy vendeve për të nisur menjëherë ndërtimin e kësaj hekurudhe. Ky projekt pritet të kustojë rreth 750 milionë euro. Kjo hekurudhë do të ndërlidhet me korridorin e 8 si dhe me korridorin e 10, por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke u kthyer kështu në një nyje ndërlidhëse të 3 korridoreve europiane e duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës Juglindore. Ndrojmë temë të krishterët katolik në Kosovë festojnë Pashkët. Në vigjilje të kësaj feste sonte në orën 21 do të mbahet mesha solemne e Pashkëve në katedralen Shën Nën Tereza. Meshës do t'i pri peshkvisë së Kosovës Imzot Dot Gjergji. Kjo mesh do të transmetohet drejt për drejt në radio-televizionin publik të Kosovës. Nesër në ditën e Pashkës në orën 11 mbahet mesh në katedralen Shën Nën Tereza. Në mbrëmje në orën 19 organizohet pritja solemne e Pashkës, e cila do të mbahet në qendrën Bogdanipolis që gjendet në katedrale. Administrata Trump është e gatshme ta njohë kontrollin rus të Krimes si pjesë e një propozimi për të ndihmuar në përfundimin e luftës me Ukrainën sipas një zyrtari amerikan. Propozimi do të vendoste gjithashtu një anëpushim për gjatë vijës së parë të luftës, ka thënë ky burim. Presidenti Amerikan Donald Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale se ai nuk priste që një anëpushim të ndodhte në një numër të caktuar ditësh, por dëshiron që ai të bëhet shpejt. Komentet e tij erdhën disa orë pasi sekretari i shtetit Marco Rubio paralajmëroi se SBA do të braktisë bisedimet nëse nuk ishte shenja të qarta për parimi brenda disa ditësh. Ne nuk do të vazhdojmë me këtë përpjekje për javë dhe muaj me radhë, tha Rubio, duke shtuar se SBA ka prioritete të tjera për të fokusuar. Presidenti rus Vladimir Putin në anën tjetër ka vendosur një sër kushtesh për çdo anëpushim të mundshëm. Diplomacia e drejt për drejt e Trump me Putinin dhe kritikat e ashpra ndaj presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë ngritur shqetësimin tek aleatët e NATO-s, të cilët argumentojnë se mbështetja për Kijevin duhet të ruhet. SBA planifikon të punojë me Evropën dhe Ukrainën për këtë javën e ardhshme në Londër, ka thënë një burim brenda administratës amerikane. Administrata Trump po planifikon njëkohësisht një takim tjetër midis të dërguarit të presidentit Trump për lindjen e mes me Steve Witkoff dhe zyrtarëve rus për të marrë Moskën në bord me kornizën e përgjithshme amerikane, tha burimi. Kur u pyet për një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës të premtën, Trump tha se po flasin për njerëz që vdesin. Ne do ta ndalojmë atë në mënyrë ideale. Pas një takimi me liderët evropianë në Paris për një anëpushim të mundshëm të njëjtën, Rubio u tha gazetarëve se ne duhet të përcaktojmë shumë shpejt tani dhe unë po flas për disa ditë nëse kjo është e mundur apo jo. Trump kishte thënë përpara se të rihynte në zyrën ovale se do të ndalonte luftimet në 24 orët e para të presidencës së tij. E në anën tjetër, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se negociatat që po zhvillohen janë mjaft të vështira. Të nderuar shikues, do që të lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.